Andaj me qëllim që të bëjmë një apel, një thirrje për qytetarët tonë që të kenë kujdes gjatë sezonit verore për shkak të temperaturave të larta. Jemi thirrur nga drejtori i menaxhimit të emergjencave që bashkërisht të bëjmë këtë konferencë për dhe pashtu të bashkëndijmë aktivitetet me qëllim që të kemi sa më pak zjarre dhe ato zjarre që na lajmërohen të menaxhojmë dhe të minimizojmë dëmet që mund të shkaktohen gjatë sezonit verore ku zjarret janë më të hapura. Do jap edhe disa prej parashikimeve se çka parasheh kodi penal me këto dy vepra, se me çfarë mund përballen ata që shkaktojnë zjarre dhe normalisht arrin të identifikohen dhe të arrestohen nga policia e Kosovës. Njëjtë do të përcillen në prokurori për procedimin vendotjeshëm. Të rasti i zjarrvënies 1322 është i paraportë dënimi nga 6 muaj deri në 10 vjet. Qendra operative emergjente funksionon në pa ndërprer 24 orë në ditë, 7 ditë në javë. Qendra rajonale të menaxhimit emergjent ushtrojnë monitorim të vazhdueshëm dhe koordinim me nivelin lokal. Në këtë kuadër theksoj gjithashtu aspektin e zbatimit të ligjit. Të gjitha rastet e zjarrvënieve, pavarësisht nëse janë rezultati i veprimit të qëllimshëm apo i pakujdesisë, do të trajtohen në përputhje të plotë me legjislacionin fuqi. Personat përgjegjës do të përballen me masa përkatëse, ndëshkuese dhe procedurat ligjore pa asnjë përjashtim. Ky qendrim institucional përbën mesazh qartë të angazhimit të shtetit për mbrojtjen e rendit publik dhe të mjedisit. Megjithatë, duhet theksuar se asnjë mekanizëm institucional nuk mund të jetë plotësisht efektiv pa bashkëpunim me qytetarët. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës edhe gjatë situatave të tilla, do thotë kur kemi temperatura të larta, në vazhdimsi e ngrit vigjilencën e saj përmes njoftimeve të cilat i bën për opinionin e gjerë publik, por natyrisht edhe për informimin e institucioneve. Ka qenë rastet të paraqitra në regionin e Prishtinës 34, në regionin e Mitrovicës 20, në regionin e Pejës 3, në regionin e Prizrenit 24, në regionin e Prizajt 6 dhe në regionin e Gjilanit 32. Dëmet në pyje janë brengë madhe jo vetëm për ne në agjensinë pyjore, por edhe për gjithë shoqërinë, për arsye se dëmet në pyje nuk paraqesin vetëm dëmin ekonomik të djegjes së pyjeve, por kanë dimension shumë të lartë, që është shkatrimi i florës dhe faunës, rrezikimi i burimeve ujore, pastaj ndikimin në lirimin e dioksidit e karbonit dhe prishja e cilësisë të ajrit e kështu me radhë. Ne po futemi në një periudhë kur temperaturat janë të larta, lagështia e tokës është e ulët dhe ka potencial të madh për të shkaktuar zjarr. Në aspektin legjislativ, ligji për pyjet përcakton se ndezja e zjarreve afër pyjeve është vepër penale, sankcionohet me ligj edhe gjithë ata persona që bëjnë një veprim të tillë ballafaqohen në fuqinë e ligjit. Masat preventive për mbrojtjen e pyjeve të zjarrit përcaktohen me plane menaxhuese dhe vjeçare. Është obligim ligjor që institucionet që menaxhojnë me pyje të kenë këto plane, ato të implementojnë mënyrën se si janë të përshkruara aty dhe varësia nga kushtet klimatike e bën këtë proces mjaft kompleks për faktin se pyjet gjithmonë edhe në të kaluarën kanë qenë ekosistemi i cënueshëm nga degradimi nga zjarret.